Kocam. Başka? Shohim se ja kemi arrit të futim në faqe të rol. Profesor, mos e me. Në rregull, vetëm domethënë e provova. Si duket ka Se nga shkuar. herë kam probleme me koll. Ka shkuar tek faqja ime ka. A keni marrë shishëm jo për vites? Po për ta bitën e ndalë. Jo më për... Fillojmë. Spaku fotografi. Fillojmë. vazhdo. Mirë se vini në programin ton Frymëzimi Etnisime me Art dhe Letërsi. Me mua në panel është bashkëdhënësja e këtij programi, zonja Prenda Sejdia. Mirë mbrëma zonja Prenda dhe mirë se vjen në emisionin ton. Mirë mbrëma zotë Gzim, mirë mbrëma të dashur dëgjues të Radio Sivila të Veriut, mirë se vini sot në programin ton. Dhe me një të ftuar shumë special, i cili do t'i shërbej jo vetëm këtij emisioni, por të gjithë krijuesve, studentëve, nxënësve, kudo që janë anë e globit, sepse aq është rëndësishme për të kontingjent njerëzish që janë për shqiptare, aq e më shumë besoj dhe vlerësoj për të gjithë ata që janë jashtë shqiptare, sepse janë pjesa jonë e shëndetshme. Siç duket përsëri kemi një pengesë derisa të rregulloj, por gjithsesi këtë rregullojmë, është problem ndoshta i vogël që mund të nxjerr pak të lashe. Jemi në intervistën e javës me të ftuarin ton profesorin akademikun profesor doktor Bekzat Baliu. Profesor, mirë se keni ardhur në emisionin ton. Faleminderit zot Gzim, faleminderit për ftesën. Jam i nderuar. Do përpiqem që të plotësoj ato pak mundësi të mia që kam për të gjithë dëgjuesit e juaj sigurisht, ma shumë se për dëgjuesit, ma shumë ndoshta mund të bëni fjalë ma shumë për krijuesit, sepse misioni juaj ka këtë orientim. Dhe unë jam i fat që ju kam jep. Faleminderit shumë. Mund të përfshihem në këtë valë interesimesh që ju dhe zonja Sejdiu Sejdia i kanë ndërmarrë, e ndoshta janë edhe me këtë punë do të mund të kontribuoj edhe unë në këtë drejtim. Faleminderit shumë. Faleminderit që keni pranuar fillimisht ftesën që na jeni në emision dhe ne jemi të nderuar shumë me praninë tuaj. Dhe juve si njeri që keni kontribuar shumë, si njeri që krijoni shumë, pra na nderoni edhe neve dhe sigurisht keni shumë çka për të thonë për sonte. Zonja Brenda, të ftuarin në studio bashkë dhe dëgjuesit besnik të Radio Sivila të Veriut, duhet i përshëndesim me një këngë anëtetare. Dëgjojmë të këngën.
Profesor, edhe njerë mirë se këni arë në emisionin tonë, më lejoni të them disa fjallë në vjetë shkurta mbi biografin tuaj. Sepse, më gjërësisht, sigurisht se ju do të na flisni edhe vetë. Profesor Bekzat Baliu, profesor universitar, filolog, shkrimtar, publicist, editor, prej vitit 1995 punon në institucionet shkencore në Prishtinë, nga asistent si profesor ordiner në Universitetin e Prishtinës, Republika Kosovës, ndërsa ka ligjëruar në shumë konferenca shkencore të rajonit Europës dhe Amerikës. Gjithashtu ka drejtuar disa projekte shkencore rajonale kombëtare dhe rajonale dhe është antar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës dhe Shoqatës së Shkrimtarëve Kritike Ndërkombëtar, një organizatë kjo ndërkombëtare në Kosovë. Gjatë viteve 1996-2024 ka publikuar mbi 40 vepra nga fusha e lingvistikës, letërsisë, folklorit, historisë dhe teksteve shkollore. Në veprat e tij shkencore ai merret kryesisht me veprat letrare të shkencore Grua dashurore Prishtinë, Kafeneja Ballkanike Prishtinë 1996, Vjeshta e Lutjeve në Prishtinë 1997 apo 8 është këtu. Sprovë për një histori albanologjike në Prishtinë, studime për histori albanologjisë në Shkup, onomastika dhe dokumenti, ulëmtimet albanologjika, onomastika dhe identiteti, onomastika e Kosovës ndërmjet miteve dhe identitetit në Prishtinë, dhe gjendja toponomisë shqiptare në Ballkan, Prishtinë, pastaj Gustav Majeri dhe albanologjia Tiranë e tjerë. Por më gjërësisht ne do të lutim profesorin dhe do të fillojmë me pyetjet tona. Zonja Prenda, sigurisht se ju keni çfarë për të pyetur, që profesorit të na zbërthej krijimtarinë dhe punën e tij në lëmin e albanologjisë edhe vetë. Pra, përmes pyetjeve tuaja sigurisht. Fjala për ju, zonja Prenda. Faleminderit zoti Klem. Besoj që flasin për veprën e tij zoti profesor do të thuhet me orë të tëra të flasë, por ne do i vijmë në vije shkurtra për të kuptuar sa më shumë, siç e tham edhe më përpara, për ato që dëgjuesit e sidomos ata që janë më të interesuar, që janë shtresa e krijuesve dhe studentëve. Zoti profesor, si kanë qenë fillimet tuaja e çësia mbi letërsinë shqipe? Pra, nga ju jeni frymzuar apo ka qenë inspirim për ju? Pra fillimet tuaja në letërsi. Nëse më lejoni, siç e vu tre edhe ju zonja drejtuese, ai leximi i kolegut Gëzim kishte shumë zbrasti. Ka shumë zbrasti, sepse jo nuk dëgjuam pothuajse asgjë. Krejt mund të përmblidhen në 4-5 rreshta. Prandaj po i them 2-3 fjalë. Po sigurisht. Nëse mund biografinë time, shkurt. Pra, kam lindur në vitin 1966 në fshatin Magresh i poshtëm të komunës së Gjilanit, Republika e Kosovës, dhe kam mbaruar shkollën fillore 5 vjeçare në fshat, pastaj atë të plot në një fshat të komunës së Prishtinës në Marec. Kam vazhduar gjimnazin në Gjilan dhe kam vazhduar e mbaruar studimet në vitin 1992 në Universitetin e Prishtinës. Po këtu pas 2 vjetësh kam regjistruar studimet e magjistraturës dhe në vitin 1996 kam filluar punën për asistentin në Institutin Albanologjik. Kishin vite shumë të vështira, vitet 90 këto, por kishim kurajo, unë po kujtoj vetëm këtu që faktin që nga viti 89-93 kam kaluar pjesën më të madhe, dhe pse isha student, pjesën më të madhe kam kaluar në Greqi, për shkak se kisha dalë me një njollë, si themi, prej ushtrisë dhe mund të shkoja në ushtri në luftë në Kroaci dhe Sloveni. Dhe u të kaloja gjithë kohën, domethënë me korrespondent mes Prishtinës dhe Selanikut, pastaj Atinës dhe së fundi Kretës. Pastaj një vit kam kaluar në Itali dhe jam kthyer vetëm në vitin 1996 kur kam filluar punën për asistentin në Institutin Albanologjik. Në vitin 1999, pastaj me njëherë pas mbarimit të luftës së Kosovës, me që unë kisha paraqit me herë mbrojta tezën e magjistraturës, kontributi i profesor Çapeit në fushën e onomastikës dhe votova në vitin 2000 në Kishën Katolike të Prishtinës me kushtet që kishim atëherë, sepse instituti s'kishte mundësi jason në ato. Në Kishën Katolike
miku jem Domnoshi, një prift I jashtëzakonshëm, tani që me shërbim në Podgoricë, ma botoi veprën e parë shkencore Gustav Mayer dhe albanologjia. Pas 4 vjetësh mbrojta tezën e doktoratës për krahinën etnografike, të cilës I takoi zona mes Prishtinës dhe kufirit në Serbina atje në Degjes deri në Vranj, onomastika e Gallapit. Pastaj në vitin 2005 kalova në Universitetin e Prishtinës si profesor asistent dhe fillova të drejtoj po në Fakultetin e Edukimit me njëherë revistën Edukologjia, një revistë jo shumë, me një 5 numra dolen, po me shumë të vëllëmshme, dhe pastaj për shkaqe të arsyesh të tjera, po ajo ndërpre, dhe kështu, domethënë vazhdova jetën prej profesorit në Universitetin e Prishtinës. Gjatë kësaj kohe, gjithashtu kam drejtuar Institutin Alp Shkenca në Prishtinë dhe seksionin albanëgjisë ndërkombëtare në kuadër të Institutit Alp Shkenca. Deri në ditën e sotme që mbaj thirrjen më të lartë profesor I rregull dhe 3 herë I nominuar në kandidat në Akademinë e Shkencave të Kosovës. Gjatë kësaj kohe kam takuar shumë institucioneve, shumë projekteve, shumë konferencave tjera, për cilat sigurisht të flasim më tutje. Sa për informacion me që pati qështu shumë shkurtime dhe shumë panjohura dhe kam botuar një korpus veprash nga fusha e albanologjisë, që është një prej fushave të mia. Sikur kjo një vepër për kërkimet albanologjike, referenca albanologjike, evolutimet albanologjike, studimet albanologjike, kam botuar në Prishtinë, në Tiranë dhe në Shkup. Vëllimet për fushë. Pastaj nga fusha është specializimi imi dhe leksikografisë. Ndoshta ajo është ai I standardizimit të emërvendeve në Kosovë, antari I cilës ishte antari I grupit shkencor, domethënë për 5 vjet me radhë, por kam botuar edhe vepra tjera të kësaj fushë, onomastika e Kosovës, onomastika dhe identitet, gjendja e toponimisë shqiptare në Ballkan, onomastika dhe dokumenti. Do të po ndalen në mënyrë të veçantë tek leksikografia për shkak se kam botuar fjalorët leksikor të Ymer Elshanit, Beqir Musliu, të Martin Samajt, 2 dorëshkrimet të pastorit kurat Emanuel Krajnqeviqit dhe kam botuar së fundi fjalë shpejtat në gjuhën shqipe dhe së fundi jam në botim e sipër të një 3 vëllimshi për leksikun dhe durin dhe konkordancat e romanit Gjarpit e Gjaput, që është një botim I parë I kësaj natyre në leksikografinë shqiptare, po të përjashtohet ndoshta ai I profesorit Italo Fortinës, që e bëri për Paktinë e Bujqësinë, domethënë. Në fushë të bibliografisë gjithashtu kam një korpus veprash, njërin për Qavet, tjetrën për seminarin e ndërkombëtar, po besoj që kam edhe disa vëllime me të shkrimet, se natyre të cilat I përdor kryesisht për leksikografinë, për onomastikën dhe sidomos për historinë e albanologjisë. Bibliografia mua gjithmonë më ka shërbyer për historinë e albanologjisë, jo për kuptimin bibliografisë si njësi. Me letërsi, për cilën sigurisht do flasem edhe më tej, kam botuar disa vëllime gjithashtu, por do të theksoja votimet nga fusha e historisë dhe publicistikës, që janë 4 vëllime me biografi të gjakujt të shmorëve, me biografi të rënëve nga vitin 1971 deri në vitin 1995, libri I profesorit Kastratit për Kosovën, ose vëllimi publicistik Barin I kryengrisin e shenjtëruar, një vëllim tjetër gjithashtu I veçantë për leximin e kujtesës historike dhe po e përmbylli me studimet jo, po me veprat për nevojat për me tekste shkollore, domethënë, për vitin 10, 11 dhe 12, bashkëautorësi me kolegë nga Tirana, për nevojat të gjimnazeve të Prishtinës. Këto janë disa nga botimet e mia deri më tash. Profesor, para se më zonja prenda fjalën, do I kërkoja falje profesorit, sepse ne kishim planifikuar qëllimisht një biografi të shkurt për na plotësuar ju me kohën, pra kjo ishte ajo dhe unë kërkoj falje për këtë,
ishte edhe plani ynë, por sigurisht se këto fillimet e para të teknikës dhe ato na krijon edhe probleme edhe tjera, që ne nuk mundëm të bëjmë një zbërthim, por e kemi ishte çështje teknike kjo. e kishim planifikuar që me kohën do na plotësonit ju, sepse i kemi planifikuar edhe pyetjet ku ju pastaj do të flisni gjerësisht për secilën nga këto që përmendën në biografinë tuaj. Faleminderit. Zoja Branda, Cili është mishërimi juaj me poezinë dhe keni patur gjatë i tuaj idhuj poezisë? Dëshiroj të them që brezin, unë siç e thash kam lindur në fund të vitit 66 dhe klasën e 8 kam mbaruar në vitin që të një, domethënë një vit pas vitin e demonstratave të Prishtinës, jemi rritur në një frym të asaj rilindje iluministe në Kosovë, e cila lindi pas vitit 1968 dhe u përhap sidomos në shkolla, sidomos në arsim, e në familjes shqiptare, ku letërsia, historia, kultura, tradita kombëtare ishin parësore. Nuk është se shqiptarët në Kosovë edhe në ish Jugosllavi nuk ishin nevojë për mjek, për inxhinier, për arkitekt, për fusha të ndryshme të shkencës, të dijes, dhe ata për fat të mirë aka shumë u krijuan madje deri te studiuesit në fushë të astronomisë, për cilët edhe ish Jugoslavia vetë federale nuk është se kishte ndonjë nevojë, por temave, veprave, fushave, ideve që ndërtonin vetdijen kombëtare, që ai ishte formuar, po duhej pasuruar, duhej se pa u pasuruar ajo, pa u krijuar ajo në ato përmasa që duheshin, nuk do të bëhej as Universiteti i Prishtinës, as Instituti Elbanë Xhekin 67, as Akademia e Shkencave, as institucionet e tjera, as Instituti i Historisë e tjera, e natyrisht as demonstratat e Kosovë, vitit 1971. Por ne jemi formuar në një periudhë pra kur letërsinë e kishim edhe vetdijen kombëtare e kishim vlera themeltare, individuale, familjare dhe shoqërore. Prandaj në këtë frym jam rritur edhe unë. Do të them që kjo është një periudhë kur në Kosovë u botuan pothuajse të gjithë rilindasit dhe shkrimtarët e mëdhenj të letërsisë bashkëkohore. Në 1968 u botua kompleti Panolit, ndoshta pa atë vit edhe veprat e Shakespeare, por shumicat përkryer nga Noli, u botua kompleti veprave të Teres Pases, Alia Blihoxhës, të Jakov Zozës. I fundit në vitin 1970 është botuar kompleti veprave të Ismail Kadares. Që asaj periudhe që ashtu u botuan veprat e Azdrenit, doktorata e profesor Qosës për Azdrenit, dhe veprat e Naim Prashit, Hilmosin, Filip Shujrokës. Ne jo kemi lezuar, po si themi kemi blejtur me to, kemi mbajtur në jashtëm veprat e Luiq Burakuqit, kemi mësuar përmes poezit e Migjenit, e sidomos të Nolit, Filip Shirokës, aty në adhetarët mëdhaj, Hilmosit, kemi mësuar përmes dhe më kujtohet se unë pjesën e parë të këmirisë e kam kaluar në fshat, mua më kujtohet vllau dhe që ishte student i albanëgjisë në Prishtinë, po dhe kushëri tjerë që s'ishin të albanëgjisë, për ta zëmë njëri ishte i makinerisë, tjetri ishte i mjekësisë, njëri ishte nga mjekësia, e tjerë ata bënin gara se kush do të recitoj më shumë poezi patriotike në shtëpi, në mbrëmje, në dimër kur vini zakonisht në fundjavë. Pra, fillimet e mia i takojnë në letërsia kishte kongresin e drejtshkrimit, konsultën e Prishtinës në vitin 1968 dhe pastaj kongresin e drejtshkrimit. Pse duhet? Kongresi i drejtshkrimit pati kaq shumë diken sa neve, mua më kujtohet kur erdhi vllau në vitin ishte 67, ishte në klasën me 3, ashtu. 6 apo 7, më tha, mjaft ke lezuar këto libra. Tashi, pa ta filluar, ndërkohë të lezoja pjesë nga shkrimtar domethënë Petro Marko, ishte botuar kompleti Petro Marko, si kishin sjellë më vonë solli kompletin e veprat Çabej, që veprat Çabej nuk ishte thjesht një komplet libra, ishte një monument, të cilin ne e mbanim në një vend
caktuar, jo kudo, jo te biblioteka e përgjithshme. Do të ndërmarrim si një flis në shtëpi, të cilin do t'i pulishim, do t'a shinim, do t'na kujtonte se ne jemi shqiptarë. Kjo është sekvenca e kësaj eksotimit. Ishte një vepër kapitale, vepër e madhe shkencore, me përmasa evropiane, po ne jepnim vetëm atë përmasën kombëtare dhe natyrisht ranim gjoks përpara studiuesve serbë të tjerë. Së asaj kohe, domethënë, erdhi në një moment kur neve në fëmijëve na u tha që nuk duhet të lexojmë vepra të cilat nuk janë të shkruara në standard. Dhe na thonë krijimtari. Duhet futur në një tjetër botë. Është poezisë ju keni lëvruar zhanre të tjera të letërsisë, siç janë tregimi, drama, monografia. Ç'mund ta thuash për këto? Mund të thosh që u fute në një temë goxha të gjerë. Po më të gjerë. Po më që më thonë. Ai po i ndjen në dritë. Edhe me qenë se vetëri hape çështjen e Kongresit Drejtshmimit Gjuhës Shqipe 1972, cilat kanë qenë ndikimet, kjo është pyetje jashtë kësaj që i kisha përgatitur, por me qenë se vetë ke hapur, cilat kanë qenë ndikimet negative dhe pozitive të atij kongresi? Absolutisht ndikimet pozitive, nuk diskutohet për ndikime negative. Kongresi i Drejtshmimit e bëri të mundur sjelljen në Prishtinë të gjitha atyre veprave të cilat shkruheshin në shqipen standarde, sepse në shqip ato vepra i bëri të mundur, domethënë e bëri të mundur ardhjen e asaj krijimtarie letrare mos nga jugu, të cilin ne nuk e kishim ndoshta me bollë. Prindrit tan shumë mund të ninin gjeshfishten gjatë luftës së dytë botërore, të cilin pastaj doni ta përmendim, dhe ndërmjetën. Po ne nuk kishim shkrimtarë të tjerë të cilët mund t'i nxirrnim përballë. Prandaj drejtshkrimi e bëri të mundur që të sillen vepra letrare, sidomos të autorëve të rinj që krijonin. Ismail Kadare, Dritur Agolli, Pato Sarapi, Tim Mehmeti, Agim Binca, Xhevair Spahiu, domethënë gjithë ta shkrimtarë të cilët vinin pas asaj periudhës të parë. Ai Frashëri, Serembe, Derada, shkrimtarë të tjerë të rilindjes dhe të periudhës së dytë të realizmit, sidomos Xhajupi, Azdreni, Lasgush Poradeci, Panoli, Emigjeni, domethënë këta ishin. Ernest Koliçi ka qenë i pranishëm në Kosovë në shtëpi të caktuara, por nuk ka qenë shumë i shpërndarë dhe shumë sepse dihej pozita e tij gjatë luftës së dytë botërore dhe si ministër i punë ai nuk përjashtohej si shkrimtar, po përjashtohej si një pjesëtar, këtë rast si një ministër i Partisë Fashiste gjatë luftës së dytë botërore dhe kjo natyrisht nuk ishte e dëshirueshme në Jugosllavi, vjet pastaj edhe në Shqipëri. Por Kongresi i Drejtshkrimit mund të them se konsulta e Prishtinës paraprakisht në Kosovë dhe pastaj Kongresi i Drejtshkrimit e bën të mundur ardhjen në Kosovë të literaturës në gegnisht në tosnisht, përkatësisht në standard. Si më thonë, neve na njësoj në punë të njohjes së letërsisë. Dhe në këtë aspekt, domethënë, unë e kam lexuar letërsinë bashkëkohore në mënyrë të veçantë. Nuk e përmenda për shembull. A vjen për një kongres tjetër të drejtshkrimit të Shqipe? Të gjitha gjuhët i mbajnë kongreset pas një periudhe. Po jo periudhe 30-50 vjeçare, zakonisht shkojnë rreth 100 vjet për të. Edhe pas 50 vjetësh mund të bëhen rishikime të caktuara, por në përfat të keq ne shqiptarët me këtë politikë që kemi tash për tash, me këto zhvillime që kemi, nuk jemi të përgatitur për një kongres. Edhe pse ju takoj forumeve akademike, në fund të fundit ne disa përmirësime janë bërë, për shembull, disa ndërhyrje të vogla janë bërë dhe kështu bëhen edhe në Gjermani. Për shembull, është vendosur që në vend të Evropa, në vend të fjalës V, me që është fjala për Evropa, është tani po përdoret si Europa, por zotit Gzim, unë duhet të them, a ka qenë drejt në Kongresin e Drejtshkrimit të Shqipe në 1972 të hiqen 21 fjalë nga fjalori i Gegnishtës? Asnjë fjalë nuk është hequr nga fjalori i Gegnishtës. 21 fjalë. Asnjë fjalë. Jo, si pse kur janë jetë, nuk e di. Nuk e dija që unë jam duke shikoj, fondi i leksikut të Shqipës ka 200.000 fjalë. Tani ka 250.000, vetëm Tiranë. Unë kam ofruar 9.000 fjalë të leksikut të Shqipës
nga letërsia e Kosovës. Dhe po ju them që mundësitë e atëhershme që të krijojë një fjalor ishin për një fjalor prej 40.000 fjalësh. Tani po punohet dhe jemi në prag të përfundimit të fjalorit prej 96.000, ndoshta deri në 120.000 fjalësh. Me njëherë pas këtij fjalorit punohet paralelisht pothuajse që të krijohet korpusi prej 250.000 fjalësh, siç e kanë krijuar rumunët, kroatët dhe slavët, dhe serbët dhe kroatët. Po tani ata e kanë ndarë dhe e kanë rrethon tjetër. Prej fjalorit të leksik, prej fjalorit të shqipes, janë hequr fjalë të cilat nuk janë në përdorim, ose s'kanë qenë në përdorim. Dhe tani hiqet për shembull kujt i duhen disa fjalë të terma të rusishtes sot. Kujt i duhen disa fjalë të rusishtes, fjalorin e terma të rusishtes. Me që koha e realizmit socialist, e marksizëm-leninizmit ka kaluar, ato po hiqen. Por po shtohen fjalë të reja, për fat keq po them, shumicën e fjalëve që do t'i shtojmë ne, sikur është fjala për ta zënë okeja, se për të forim shumë shpesh, ose fjalë, ne do të jemi detyruar ne për do t'i vendosim shumica e atyre fjalëve janë tuaja, shumica e fjalëve janë në anglisht. Por fjalët nuk hiqen për shkak se janë të gegnishtes dhe të tosnishtes. Nuk ka gegnishte të tosnishte. Kjo është një përdorim kështu publicistik ad hoc. Sot dialekte nuk janë dialekte që kemi menduar dhe në dialekte. Sot dialekte janë qytetet. Prishtina ka dialekte vetin, folmet, po variantin. Tirana ka forma. Tani po krijon forma të tjera të trajtat të tjera nën dialektore. Prandaj kjo është situatë, nëse flasoj për shkrim, hyn ato elementet politike, se politika pastaj na nxjerr diku tjetër. Kemi tek tintat gjuhësore, sidomos ato standard. Sepse, unë do të them një fjalë dhe duhet ta mbylls ja jam fjalën kolegut tim. Nuk mund të themi koktar, po themi kryetar. Pak fjalë. Sot i gjem fjala për ju. Faleminderit. Se pas kam dëgjuar këtë fjalë. Me që profesori veç pak hyri në anën shkencore, por neve do ta pyesim profesorin dhe do të dalim tek bloku i dytë i pyetjeve, tek ana shkencore juaja, si në albanologji, kritik e studimet ndryshme. Ku kanë zona fillën kjo mori kërkimesh për ju? Dhe të shatu ta mbyll me atë përfundimin tek sepse në këtë periudhë kur më pyetet për idhujt e mi të letërsisë, poezisë, do të them që në këtë periudhë unë kam krijuar veprat e para, jo veprat të votuara, por poezitë e para sepse kam filluar të shkruaj që si fëmijë, që kur kam qenë fëmijë i shkollës, është e klasës 3, besoj, prej asaj kohe ruaj poezitë e kësaj periudhe. Në klasën e 7 kam provuar me një roman në do shkrim gjithashtu se shumica e këtyre. Kam shkruar shumë në klasën e 7 dhe të 8, jashtëzakonisht shumë, edhe kam lexuar shumë, po dhe kam shkruar shumë. Atëherë kam shkruar pjesën duke përfshirë dhe vitin e parë të gjimnazit, ajo një pjesë e atyre poezive janë përfshirë te libri jem Gruaja e dashuruar, sepse siç thash, kam qenë pasionant pas poezisë së Dritë Ragullit, dhe Dritë Ragulli më ka dhënë këtë frymë të shkrimit për gruan. Ndërsa dramat i kam shkruar pas fillimit, domethënë pas vitit 1990, drama nuk e kam shkruar si shkrimtar, por e kam shkruar si regjisor, me që nga klasa e 5 deri në punë të gjimnazit çdo vit kam luajtur afërsisht së paku në një dramë. Domethënë kam qenë edhe pjesë e zhvillimeve teatrore në këtë kohë. E muzikës e tjera të. Të kthehemi tani tek pyetja e fundit, tek kur kanë filluar albanologjia. Mendoj që me atë që mund të quhet gjuhë, domethënë kërkim, më ndan historia, kërkimet në fushë të historisë, nga viti 89-90 u bë e mundshme që të shkruhet për krimet serbe që e kishin ndodhur në Kosovë, sidomos grup krimet partizane pas luftës botërore ose marrë shumë me volumtimin e krimeve në zonën time, në zonën e Gallapit, që ishin
Gjilani dhe Prishtina me rrëti. Gjatë kësaj kohe, unë u regjistrova fakultetin, bashkë me kjo pasion mas hulumtimit në teren, më bëri që të krijoja miqësi me profesorët e letërsisë popullore dhe të gjuhës, por sidomos me kolegë e mëvonshëm të Institutit Albano-Logjik, të cilët më jepnin detyra që të hulumtoja toponimin, folklorin, etnografin, përshkruaja ato që quhen të ne adete familjare të lindjes, të jetës dhe të vdekjes në këtë zonë, dhe me gjithë kohën shumë të rrezikshme, sepse policia për një letër mund shkatonte, dhe mos ushtria për një toponim, për një përshkrim toponimik, ushtria jugoslave mund të shkatonte si një njeri i rrezikshëm i cili merrej me hulumtimin e pikave strategjike në shtatin e luftë të ardhshme, se kujtë t'ja shpjegoj ti që po merresh me toponimi dhe jo me onomastik dhe jo me çështje ushtarake. Dhe kjo që periudha kur unë ka filluar të merret me që në 10 gjithë më afër saj, u krijua një grup i të rinjve bashkë në zorëm edhe një revizë shpresa, një prifti asaj famullie Domnër Xholaj, një patriot i pazakonshëm, për mendimin tim, se ne jemi mësuar që mund t'i shohim patriotë që rajnë gjoks, pa një patriot i vjetur, na bëri të mundur neve që të krijojmë grupe interesi, si themi, profesional, që të shkruajmë, që të mbidhemi rreth revistës shpresa, që t'i botojmë punimet tona të redaktuara nga profesionistë, që unë pastaj të krijoj një grup të onomastikës me emrin e profesor Çapej. Edhe kështu, domethënë, erdhi deri tek pastaj kalova unë në Institutin Albano-Logjik dhe si themi përgatitjen e time për punuar në sektorin e onomastikës, sepse në institut nuk mund të shkoja në qoftë ose të ishe bashkëpunëtor disa vjet më herët. Dhe kjo mua më mundsua pikërisht se isha bashkëpunëtor, se kisha dërguar këngë historike, të cilat vetëm para 2-3 vjetësh janë botuar, se kanë qenë në dorëshkrim, që të dërgoj shumë në mikrotoponime të mbledhura në teren, të cilat pastaj unë i përdora për tezën e doktoratës, për studimet të caktuara etj. Por këtu domethënë zanafillen e kishte fakulteti, kisha katolike, famullia Prishtinës dhe Instituti Albano-Logjik, pastaj Instituti Albano-Logjik, natyrisht ata nuk do të më merrin ashtu thjesht për konkurs, në emër të konkursit, do të merren vetëm duke parë se unë kam një korpus pune. Në emrin e bashkëpunimit. Po, prosperiteti. Faleminderit profesor. Pyetja e dytë për ju nga ana jonë. Po, çfarë ku po të them, po harrova të jap edhe një element. Gjithashtu, në vitin 89 dhe mos 1994, megjithëse unë kaloja pak kohë, dimrin e kaloja në Prishtinë, e verën në Prishtinë, që të shpunuar një gazetë, sepse u mbyllën gazetat, unë fillova të botoj ndrinjën, botën e re, në atë po, gazetë studentëve, të zëri, e Shkëndija, etj. Por shpejt ato për një vit, as një vit, plot, u mbyllën, dhe unë fillova të bashkëpunoj me një gazetë që delte jashtë zërin e Kosovës, dhe atje unë kam botuar shumë artikuj, sidomos recensione për çdo botim shkencor që botoi në Prishtinë. Në vitin 91, në shkurt të vit, në 15 janar të vitit 91, kam shkuar 92, kam shkuar për herë në parë në Tiranë, dhe puna e parë që kam bërë atë 2 javë ka qenë bibliografia e e pritën me shumë për kushtemat atë rinjës, se kishte shumë fjalë kush u botua në Shqipëri dhe kush dhe u pa që në përzgjedhjen e votimeve në Shqipëri nuk kishte politik, as kombëtare, as antikombëtare, kishte thjesht politik letrare, realizmi kërkoi, nuk lejoi moderniteti, nuk mund votoi, si themi në mënyrë, nuk mund të votoj Anton Pashku ose censura. Recep Çopaja, censura kishte të bënte me politikën, jo me letërsinë, jo me politikën. Anton Pashku nuk votoi as Recep Qosja.
Qosjen e donin, po jo letërsi. Si them, deri në vitin 1986, qosjes nuk është botuar asnjë vet. Është botuar Esad Mekuli. Janë botuar shumë shkrimtar. Ramon Deda. Ramon Deda ishte antar i kryesisë së komitetit krahinor për krye komunist i Kosovës. Kryesi Partisë Komuniste. Ishin botuar gjitha të vepra. Ishte sekretar i Refat Kuba, për ju kishin botuar veprat atje. Domethënë, këto e kam vënë re që pastaj e kam biseduar me këtë me disa kolegë si zotën Zjaqela, me Pandeli Koçi, një shkrimtar, ashtu i cili kishte qenë një kohë të gjatë redaktor, Ramazan Bogdani, po një Ramazan Kozgën, po. Gjithashtu, i kam biseduar shumë herë me këto gjëra dhe e kam parë që më vërtet ata nuk e kishin në plan të parë personin, e kishin veprën e parë. Dhe kështu më doli edhe nga krijimtaria letrare që është botuar. Pra kam qenë si një djalë i ri shumë, domethënë isha mjaft aktiv. Jo vetëm për të lexuar, por edhe për të shkruar. Faleminderit profesor. Meqense kam botuar rreth 40 vepra, atë pjesë të krijimtarisë time nuk e kam përmbledhur në ndonjë qëllime të caktuara. Faleminderit profesor, ju më kujtuat Zërin e Kosovës, një gazetë nostalgjike e cila i ka zgjuar shqiptarët dhe qeshtin kombëtar e ka ngritur në piedestal deri në fillimin e luftës, dhe unë si pjesëtar i asaj reviste apo gazete të kohës që këtu në Perëndim pra si veprimtar. Deri atje pas viteve 90, pas vitit dyhal, por nuk kam pasur. Sigurisht, se për mua është shumë nostalgjike, sepse është një gazetë. Ishte një revistë gjithashtu alternativa që delte në Ljubljana. Shpërndaj dorë më dorë, ishte po dhe Zëri i Kosovës shpërndaj dorë më dorë, nuk ishte e lejuar në Kosovë, ishte një gazetë po thuajse ilegale. Edhe pse ne botonin, po të shtypur s'mund ta kishte. Ne në Perëndim atë në për këto shtetet e Evropës sigurisht se kemi shpërndar lirshëm, pra, themi lirshëm sepse jo gjithkush ka guxuar të jetë pjesëtar ose ta marrin në dorë atë, sepse janë ruajtur nga sistemi dhe nga ndjekjet që janë bërë edhe në Perëndim. Profesor, ju shtroj pyetjen e dytë. Ju jeni editor me disa revista shkencore. Sa e lehtë apo vështirë ka qenë realizimi i këtyre projekteve publicistike dhe çfarë do të na shpalosni ju, me që ne nuk po shpalosim me citate, ju sigurisht se e kemi lënë në dëshirën tuaj se sa dëshironi ju të na shpalosni. Do të jemi sinqert. Unë kam punuar fillimisht në themelimin e asaj gazetës që thash Shpresa, pastaj kam punuar në një revistë shkencë, kam nxjerrë pak kohë. E kam punuar tek edukologjia, një revistë shkencore dhe arsimore në fakultet. Dhe kam pas shtëpinë, dhe kam në vitin 2001 kam themeluar shtëpinë botuese ERA, në cilën kam botuar shumë vepra shkencore, pas të gjitha shkencore, po dhe letrare sipas dëshirës. Por unë e konsideroj këtë punë, them humbje kohe, ka qenë një përvojë. Por po të më thoni sot, a do ta bëj këtë punë? Nuk do ta bëja. Unë nuk kam qenë i mirë as si editor, nuk mund të bësh editor i mirë as në Kosovë, as në Shqipëri, pa qenë edhe tregtar i mirë. Pa botuar edhe vepra që shiten shumë. Unë kam botuar, para mendoni, në themelim të revistës të shtëpisë ERA, unë kam botuar bibliografinë e profesor Ju Kastratit, vëllimin e parë. E dini sa kopje, kam botuar 100 kopje, atëherë nuk botonin më pak shtëpitë botuese, sot po të ishte punë e lehtë. Ajo vepër për tu përgatitur më ka kushtuar rreth 5.000 euro, marka në atë kohë. 1.000 marka kam shtypur 100 kopje, dhe e dini sa kopje më janë shitur? 8 kopje. Cili është interesi i kësaj pune? Domethënë, unë e kam ruajtur shtëpinë botuese sepse kam botuar veprat e mia dhe të miqve të mi, të cilët kanë pasur nevojë për atë siglën e bibliotekës kombëtare etj. Por unë 2 vjet me radhë në Prishtinë dhe 1 vit në Tiranë kam marrë pjesë në panajin e librit. Kur asnjë vit nuk. Kam shkuar rregullisht. Dhe shkoj rregullisht. Shitur as nuk kam bërë ndonjë aktivitet si shtëpi botuese. Ishte për mua që jam pasionat antikulturave shkencore, sintezave dhe kërkime. Për mua që dua ta bëj veprën time, nuk është mirë të jesh editor. Nuk është vetëm një humbje kohe dhe humbje edhe ekonomike, padyshim.
Na frigoni me këta apel profesorëve. Edhe neve si editor të metaforës edhe zonja Prenda se i dijen si editor të penës së harë, por gjithsesi e kuptojmë, jemi brenda tyre edhe ne. Keni të drejtë. Keni të Ju drejtë. merrni tekste të shkruara në formë elektronike, jo në e dini ju që unë veprën e profesor Shefkisi Ediut në 5 vëllime e kam shkruar me pjesën më të madhe ka qenë shkruar me dorë dhe pjesa tjetër me makinë. Të tërën e kam radhitur duke korrektuar 2 herë, 3 herë nga profesori. Shumë kohë. Ose profesor Zhdyr Shakut, profesori Jup Kastratit, profesor shumë profesorëve që ju kam botuar veprën, sepse s'mund të thosha jo, ata mendoni që po fitojnë nga vepra tyre. Unë vetëm humbje kisha. Dua t'ju kujtoj këtu profesor se ju e keni gjendja, teknologjia e sotme, e janë shumë mundësi, për shembull, unë shoh disa miq, kolegë të internetit, të cilët brenda natës e bëjnë librin, sepse i marrin të gatshme tekstet dhe i bëjnë se ne po shohim për fat të keq mund të bisedojmë më vonë, ne po shohim se për fat të keq shkrimtarë që konkurrojnë në Ministrinë e Kulturës edhe më marrin donacione për poezi të cilat 100%, për mos të në 10 spaku, janë të vjela nga interneti. Ato boton 10 kopja dhe zhduken. Dhe jemi në një situatë shumë pa tjetër nga ajo rrethon e viteve 2000 kur unë isha, kur e pata filluar punën tim. Sot unë nuk është se s'mundem edhe s'di, po sot nuk ka nevojë ta përdorësh tregun e shitjes, sot mund t'i krijosh edhe në formën që e krijoni ju, edhe në formën biseda e tjera. Por nuk mund të thuhet po çka të bëjnë me punën time pastaj, me pjesën time, projekteve të mia. Faleminderit profesor, sigurisht se edhe neve na rikujtova, pak na ktheve në rikujtesë se dua të ju kujtoj këtu se neve tani më i presim të 8 numrat e revistave, 4 metaforë dhe 4 pena të arta, të cilat janë në Ministrinë e Kulturës dhe sigurisht brenda këtij viti ato do të botohen, ku ju jeni i botuar në të gjithë numrat që ne kemi edituar atje. Dhe kjo është një nder edhe për neve, por edhe për krijimtarinë tuaj. Profesor, kam edhe një pyetje për ju. Kam edhe një pyetje për ju, si kemi mjaft pyetje që sigurisht nëse vazhdojmë me këtë trend të gjatësisë, sigurisht se do të na mjaftoj edhe koha, por ne do të shpresojmë se do t'ja dalim deri në fund. Detyrat, punat dhe kontributet tuaja në botën akademike. Si të them tash. Unë marrëm shumë me histori ndoshta, me personale. Unë jam profesor në universitetit dhe detyra ime e parë është të mbaj ligjëratat të rregullta në gjuhën shqipe dhe gjuhën shqipe 1 që përfshin përgjithsisht nga historia e gjuhës drejt e politika dhe në gjuhën shqipe 2 që përfshin morfologji. Gjithashtu në fakultet unë mbaj historinë e Albanëgjisë për studimet e master të gjuhës. Punë ditore. Prej me e kam të gjithë thirrjet shkencore, jam profesor ordinar, nuk kërkohet që të merrem me kërkime shkencore, sepse unë s'kam konkurs të hapur ndonjëherë në pension. Këtë kam prit që në prej vitit 2013 e këndej. Po i bie që 12 vjet, për mua nuk është hap konkursi dhe s'hapet, edhe këto të 70 vjet sa kanë betur. Por pasioni im duke qenë me që kam punuar në Institutin Albanëgjik dhe fillimet e mia, do të thoni kam nisë me punën me kërkimet shkencore. Pasioni im i punës në terren pas daljes në fakultet ka bërë që ato vetëm të zgjerohen. E para në pjesën time të punëve të mia që kam vazhduar, kanë bënë me monografinë për profesor Jup Kastratin, për të cilin kam botuar unë një vëllim, kontributi i tij në fushë të bibliografisë, që janë rreth 400 faqe, dhe po kaq faqe është vëllimi i dytë, që është studimet historiko-letrare, që është vepër e gruas sime, gjithashtu profesore e universitetit. Pastaj do vazhdojmë me gjuhë, me profesor Jupit, vëllimi i tretë në 2004. Dhe monografia për profesor Jup Kastratin
ka 6 vëllime, 2 prej të cilave janë botuar dhe 4 aty këtu rreth 70% të punës është kryer. Në ndërkohë mua profesori Dizajeti, ai dojen i madh i gjuhësisë shqiptare, më la trashëgimi bibliografi atë bibliotekën e tij dhe arkivin e tij. Dhe unë punoj ditën natë që ta përfundoj monografinë për të që është një vepër kapitale, një prej vetmia jetësore. Për herë të parë do ta bëj një botim të tillë vetëm të tregimeve. Ai ka nënë 130 faqe tregime, por botimi im do të ketë rreth 700 faqe, do të jetë një botim sintetik i një formati të ri, një formë të ri të cilën kemi provuar me një studi shumë kohë. Në ndërkohë, megjithëse siç mund të shihet për bibliografisë, unë kam botuar 2-13 vepra nga fusha e historisë, unë lakmoj dhe shpresoj që paraprakisht, para se ti mbylli punë me këtë autor të përfundojë historinë e albanologjisë, që do të jetë një sinteze krejt këtyre veprave në një histori e albanologjisë prej 5 vëllimesh. Arsyeja pse unë të kam botuar është se deri më tash dhe nuk kam botuar s'paku vëllimin e parë së dytë, është sepse kam pritur që të botohet e plot historia e albanologjisë e profesor Jup Kastratit, me cilin unë kam bashkëpunuar shumë dhe e dini si jetojmë ne edhe ne shkencëtarët, domethënë jemi pak a shumë sikur këngëtarët, për cilët lëshohet një fjalë dikund dhe pastaj bëhet nami 2 jasë. Unë nuk e kam shkuar në drejtim, nuk kam botuar për shkak se njerëzit mund të thonë që këtë që e ka botuar ky ja ka marrë profesori Jup Kastrati. Prandaj po pres që ajo të botohet, dhe do të botohet jo më larg se në 2-3 vjetësh, të shohim se si duket historia e albanologjisë e Jup Kastratit, sepse unë e kam pasur në dorë, jo vetëm të vëllimin e parë që është botuar, por edhe të dytin që është në dorëshkrim, e pastaj vetë do ta filloj sintezën, por historia e albanologjisë sime nuk është një histori historiko-letrare e qytetruese, siç thoshte profesor Jup Kastrati, po të jetë një histori sintezë e albanologjisë. Faleminderit profesor, në përgjigje, unë herë mas here po përpiqem që edhe përmes fotografive të sjell imazhe nga Facebooku juaj dhe këtu kam prezantuar edhe familjen tuaj dhe zonjën tuaj me fëmijët dhe herë mas here sigurisht që edhe për publikun kjo është e mirëseardhur. Zonja Prenda, bloku tjetër i pyetjeve. Fjala për ju. Faleminderit. Studimi i veprave akademike nga ana juaj zoti profesor është mjaft e madhe. Tani për Jup Kastratin dhe Idris Zajetin, shkoni kisha përgatit në pyetje e kemi marrë përgjigjen dhe nuk kam nevojë të bëj së dyti. Pra, do fillojmë me Eqerem Çabin. Cili është opinioni juaj apo bindja juaj për këtë personalitet të tërësisë shqiptare? E di që me këtë ke pas një bashkëpunim shumë të madh, po jo, unë me profesor Çapin nuk kam, ai kam tekën në vitin 1980 dhe unë s'kam mundur të bashkëpunim. Apo ke shkruar, e ke studiuar? Kam mbroj temën e magjistraturës për Çapin. Siç ju thash, ishte vepra e tij në Kosovë, votimi i veprës së tij në 6 vëllime, pastaj u botuan edhe 2, 8 dhe 9 në vit më vonë. Ka qenë një monument jo vetëm në gjuhësinë shqiptare, jo vetëm në kulturën shqiptare, por në identitetin kombëtar të Kosovës. Unë kam bashkëpunuar shumë dhe shumë për afër, mos thënë kam detur, kam jetuar në shtëpinë e tyre, me profesor Idris Zajetin dhe me profesor Jup Kastrati. Prandaj profesor Çabej ka qenë gjithmonë për mua një idhull i pa zëvendësuar. Që ka pas personalitetet më të rrëdhës, sigurisht e Selman Riza, Jup Kastrati, Majir Domi, deri tek më të rinj. Por profesor Çabej ishte i pa kontestueshëm në asnjë mënyrë, në asnjë format. As nga aspekti nacional, nuk e di sa jeni marrë me ta, ishte një nacionalist i madh, por të mos thënë vonë zbulua që ai kishte edhe ide racore, se tani kishte lexuar tekste. Më shumë e njohur personalisht. Si? Unë personalisht deri më sot më shumë njoh si nacionalist. Kështu kemi lexuar për të. Po, ai ishte një nacionalist, shikoni, ai ishte një nacionalist që në rininë e vet.
Mos harrojmë se ai kur shkroi librin, kur shkroi atë pamfletin kundër pseudofilologëve, ai atë lexoi, ai ka një tekst që ka lexuar para varrit të Bajotopullit. Janë të pakët intelektualët shqiptar, të cilët kanë bërë betimin para varrit të Bajotopullit. Thuhet që edhe Enver Hoxha ka bërë një betim, por ai u bë ishte ndërsa profesor Qabej e bëri këtë betim si djaktikoj edhe në veprën e vet, edhe në kulturën e sjelljes, edhe në formimin e tij, edhe gjatë atij ndihmoi shumë, besoj ndihmoi shumë, se tash mund të them jashtë, është thjesht të prania e tij në Shkodër, aktivitetet e tij për mësuesi, për drejtorit të konviktit në Shkodër, ishte diçka e jashtëzakonshme dhe një ndihmë një përfytyrim i ri, një formim i ri në jetën shkencore, kulturore e kombëtare. Nuk është e rasti që ai pastaj nuk pranoi të bëhej ministri i arsimit në qeverinë naciste, as të bënte mësimin si drejtor shkolle në kohën e fashizmit, por i takoi grupit nacionalist, i cili gjithashtu nuk u përfshi në jetën komuniste. Kjo është ajo situata që na sillni pak esencë për figurën e lartë të letërsisë shqiptare. Profesor Qosje ne kam lezuar si ti një shkretari i viteve 30, së kohës. Idhull të jetë të ti, drejtmjetën dhe sidomos këtë shkrimtarin e lahutës së Malësisë, Gjershfishtën. Ai ka ditur dhe tani që është, se ti e kam komunikuar me të për një punë që lidhej me Patrën, ai din përmendsh, jo vetëm lahutën e Malësisë, ai din gjitha ato vepra satirike që ka shkruar, fishte ai mi reciton mua në telefon. Është i pazakonshëm. Ai ka bërë përpjekje që para Zdrenit të kishte tezë doktorate Pishtën, dhe Pishta në një farë mënyrë ishte i lejuar në Beograd, ose ishte i lejuar në Prishtinë. Shikoni çfarë ishte një politikë interesante në këto rradhana. Dhe formimi i tij kritik. Që unë duhet të mbështes me një fjali, është për të ardhur keq që Gjershfishta nuk është i përfshirë në tekstet e sotme shkollore. Jo atëherë që nuk është lejuar në Prishtinë, por dhe sot në Shqipëri nuk është në programet mësimore. Kjo është Nuk e di, unë në Kosovë po, Kosovë Gjua Shqipë është... Në Shqipëri nuk është. Dhe kjo është për të ardhur keq. Kjo është për të ardhur keq, për matej që u përshurëm që Pishta ishte janë atë muar, tash del që ai nuk hyn tekstet shkollore. Një shkrimtar që nuk hyn tekstet shkollore, unë vetëm një shembull po jap. Vetëm sa një këngë e lahutës së Malësisë, është një tekst shumë nacionalist kundër bosnjakëve, por kjo absolutisht nuk e ka bërë që ai të hiqet. Paramendoni që për 4-5 vargje, si e ka të vargjet Eni mori shkina, për 4-5 vargje nga të Kosovë, atëherë, vitet kohën e komunizmit dhe Jugoslavi, por kur më vonë dhe kur tash. Prandaj Qosja në këtë kuptim është një figurë që është krijuar në themel, si them. Tematike. E ka bërë për Azdrenin, i gjallë, e ka bërë romantizmin, romantizmin 3 vëllime, që është kryevepra e letërsisë shqipe e të gjitha epokave. E ka krijuar korpusin e veprave me polemika kundër serbëve në një kohë kur të tjerët skuzonin të hapnin gojën, as në Tiranë, edhe në Tiranë flisnin me kujdes. Në këtë kuptim, Qosja, një njeri me mendim shumë kritik, dhe për shkak se ka mendim shumë kritik, ka shumë armiq edhe ndër shqiptarët, unë u them, është bërë mësuesi ynë i madh në fushë të dijes, të kulturës, të letërsisë dhe të ndërgjegjes kombëtare.
shpesh herë në qoftë se kishim një rilindje të parë, dhe kjo ishte rilindja e jugut, e na infrashit e paikonisës e tjerë. Fund shekullit kaluar, fund shekullit 19, në gjysmën e parë të shekullit 20, ne kishim një rilindje të dytë, dhe kjo ishte rilindja që është ishte e pa shkolluar, e pa një identitet si themi të fortë, sidomos antislav. Dhe erdhi pastaj një rilindje e tretë, se dhe ne shkollat erdhën në vitin 1943, jo më herët, ne ishim të gjithë analfabet. Baba im dinte të shkruante vetëm me qirilicë. I formuar në vitet 30, domethënë dinte asnjë shkruan shqipe. Dhe ashtu ka vdekur me shkronja shkollën letrare dhe letrare ka krijuar Esad Mikuli me revistën Jeta e Re. Dhe shkencore, ky profesor Idris Zajeti, që krijoi të gjitha institucionet shkencore dhe revistat shkencore. E mos harrojmë se profesori Idris Zajeti ishte mësues i Recep Çosjes dhe i Adem Demaçit. Të dy thonë në kujtimet e tyre, ai profesor Idris Zajeti ishte emrat e autorëve dhe ju jepte tekstet që t'i lexojnë. Shumicën e rasteve tekstet të cilat i ka dhënë të lexojnë ishin të Ernest Politik e Kosovës, e shqiptarëve në Jugosllavi, ka qenë fryma e Adem Demaçit deri në pavarësinë e Kosovës. Ai e ka krijuar atë vlerë të madhe intelektuale. Por ai zakonisht për të thuhet që ka qenë një njeri i burgosur e tjera dhe këto nuk vjen në dyshim. Ai me tregimet e tij dhe me romanin e tij ka vu bazat e letërsisë moderne në Kosovë. Tregimet e tij janë kaq moderne, sa që janë moderne tregimet më vonë të shkrimtarëve të caktuar vitet 70 në Kosovë ose vitet 90 në Shqipëri. Romani i tij Gjerpit e Gjakut ka fragmente të cilat mund të krahasohen vetëm me romanin e Dostojevskit, Krimi dhe dënimi dhe sidomos Vëzhgjet Karamazov. Unë e kam takuar shumë herë, pasë në Ademsonit, pasë Adem Demaçi, ai ka qenë kryetari i lidhjes së shkrimtarëve dhe unë antari i kryesisë. Për 4 vjet kam mbajtur domethënë një takim në muaj, që ka zgjatur 2 orë, 3 orë, sepse në kryesi ishte edhe profesor Çosja e tjerë, dhe biseda zgjasë. Tani po them, ka një veçori. I pari ka qenë Hasan Mikuli, që ka qenë në katedrën e letërsisë jugoslave. Ai shkonte atje nga Vuthaj, nga Malizi domethënë, dhe gati nuk e dinte shqipen. Prandaj shkoi në letërsinë jugoslave. Dhe kishte një student tjetër, Adem Demaçi, i cili shkoi jo në Albanëzi, as në letërsinë jugoslave, por në letërsinë botërore. Ai ka ndjekur 3 vjet letërsinë botërore atje, tek profesorët të mëdhenj të shkencës jugoslave në atë, se ishin vetëm serbë. Dhe mua më ka thënë, 4 semestra ai ka dëgjuar shkollë për shkollën gjermane ligjërate. 4 semestra letërsinë gjermane, 1 semestër vetëm Vausin e Goethes. Dhe ai dinte për kulturën, dhe thoshte në qoftë se unë ka në karakterin tim formim kombëtar, intelektual, kjo është shkolla gjermane. Shpante në mënyrë të veçantë, shpante në mënyrë të veçantë. Ky ishte Dostojevski. Dostojevski e donte edhe shpante në mënyrë të veçantë. Shumë faleminderit. Faleminderit vërtet për këtë pyetje kaq brillante. Që vërtet kishim nevojë. Kishte një rast që ta shpjegoj. Sepse për Adem Demaçin zakonisht flitet për flitet zakonisht për Adem Demaçin si për një shkrimtar, për një njerëz të burgosur e tjera. Ka pas burgosur edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, sidomos edhe për çështje. Mos harrojmë se Adem Demaçi burgun e parë nuk e ka mbajtur për politikë. Burgu i parë i Adem Demaçit është rezultat i dëshmive që i kanë dhënë kolegët e tij përfatkesh të gjithë shqiptar për mendimet letrare dhe kritike që kishte ai në fushë të letërsisë. Ndaj Adem Demaçit 3 vjet burg nuk është ngritur asnjë vrejtje, nuk ka pas asnjë vrejtje politike. Të gjitha janë letrare. Ai thoshte shkruani në mënyrë kritike, shkruani populli do të jetë pjesë e letërsisë, domethënë këto ishin tamam konceptet të cilat
të mësuar ai prej shkollës gjermane. Jo në një koncept vetëm në vitin 1964 ai krijoi grupin. Në vitin 1958 ai është burgosur pa asnjë si themi shenjë të karakterit politik. Dhe ai është burgosur si shkrimtar, jo si politikan. Për fjalën e lirë. Po, për fjalën e lirë, për fjalën e lirë, për mendimin e lirë, për vetien kombëtare të fuqishme që kishte, për mendimin kritik që kishte ndaj letërsisë, se kishte domethënë letërsi, kishte filluar të ne mos harrojmë se në ish Jugosllavi letërsia ka qenë domethënë shkollat letrare, mendimet letrare, dijet letrare kanë qenë të lejuara të gjitha përveç atyre nacistëve, shoveniste, fashiste etj. Por i japej përparësi letërsisë së realizmit socialist. Pak autor kanë shkruar letërsinë e realizmit socialist. Kanë shkruar kryesisht shkrimtar të dop. Edhe në Shqipëri ai kishte të tillë. Për shembull, Fatmir Gjata, Ali Ablihu, që ishin shkrimtarë të realizmit socialist. Por ata që e te kaluan, ai Lazar, si është ai, Siliqi, ato poezitë e Lazar Siliqit vite e 50 as janë kurkun. Por ata që te kaluan, se dëgjova? Kemi shembull Petro Marko në Shqipëri që për fjalën e lirë të burgosur. Po, ai e te i kaloi realizmin socialist. Petro Marko, po, romani i Petro Markos, qyteti i fundit, mund të themi se e hap dritaren e letërsisë moderne në Shqipëri. Që në vitet 60-ta, se ne themi që nga njerë shpesh herë lexoj në shtypje ose në kritikë ose që letërsia moderne ka filluar me atë të pashur. Jo, letërsia moderne ka filluar me Adem Demaçi në vitet 50, me Petro Marko në vitet 60, pastaj vjen Anton Pashku me romanin dhe disa tregime, dhe vjen pastaj proza postmoderne me vdekjen në vjen prej Sovjetit të Qosis. Kështu ka ecë ky proces. Më vonë, pastaj letërsinë moderne, letërsinë realizmit socialist e ka te kaluar edhe Kataresi, sigurisht, edhe Drit Ragull, poezi, edhe ky Fatus Arapi. Pra ne kishim, nuk është se letërsia realizmit socialist ishte dogmë, ajo dogmë ishte për karakterin politik, po shkrimtarët që patën mundësi, zotësi, besim, guxim, sidomos guxim qytetar e intelektual, e te kaluan atë. Nuk mund të quhet romani, për shembull, romani edhe Kështjella të Gur, për shembull, ose Kronikë në Gur, romani Kronikë në Gur nuk mund të quhet roman realizmi socialist në asnjë mënyrë. Dasma mund të quhet roman realizmi socialist. Dasma ishte një njollë, se ishte e letërsisë, sepse e kishte mbrapa atë lëvizjen kineze. Dhe është e vetë mja vepër e shkruar në frymën e asnjë televizion, për fat keq. Po Darka e gabuar, profesor, me që jemi këtu të kjo pikë, Darka e gabuar. Darka e gabuar është vonë, tjetër qatë, Darka e gabuar është shumë vonë. Flasim vetëm për fillimet e saj, me që lidhen me Adem Demaçin. Unë po flas vetëm për atë periudhë që lidhen me pyetjen, po. Pastaj Kataresi sigurisht pas viteve 90 i ka thyer që ta konventa gjitha. Dhe jo vetëm Kataresi, gjithë letërsia është një më. Nuk ka shkrimtar të realizmit socialist, letërsia është, ka shkrimtar që shkruajnë edhe sot realizmin socialist, po sigurisht se njohin se s'ka ndonjë vlerë. Po zoti Gjem? Faleminderit profesor. Faleminderit juve, unë nuk e di këtu nëse në të pyetje kemi arrit të përfshijmë edhe profesor Bajram Kurtin, një mik, ish mik timin dhe juajnë, Bajram Kurtin e ndjerë, pra, që ju keni shkruar edhe për ta, sigurisht. Po. Unë nuk kam shkruar shumë për te, kam shkruar pak sa ka vlejt, sa ka merituar ai. Bashkë me Bajram Kurtin jemi njohur në vitet 1991, dhe kemi thënë bashkë me disa kolegë të tjerë, kemi themeluar shoqatën për të rënat e kombit shqiptar. Pastaj unë kam shkuar edhe në Tiranë, domethënë në Shqipëri, Tiranë e Durrës, për të parë gjendjen, sepse kishte ide që të përgatitemi për një luftë atje. Por unë jam kthyer mas 2 javësh dhe me Bajram Kurtin kemi punuar në 5 vëllime të serisë biografike për 170 dëshmorëve. Ka kaluar shumë kohë, shumë net, shumë ditë në shtëpinë tonë. Ai ka udhëtuar shumë në për Kosovë,
shumë fish më shumë se unë, jo një herë më shumë, 2 herë, 3 herë më shumë. Ai sillte në cedulë, se kur kush nuk mund të shkronte, ai sillte në cedula të vogla aty këtu ku mund të të shënim me biografitë e dëshmorëve dhe unë nga ato cedula e krijoja biografinë e dëshmorit që i kishte mbledhur ai në familje, në shoqëri e tjera. Bajrami ishte një njeri sinonim i punëtorit të madh, intelektualit të madh, shkencëtarit të madh, po them të madh sepse ai që në vitet të 10-ta pa të filluar të bënte shumë kritik teksteve të gjeografisë, ai ishte gjeograf me profesion. Dhe më vjen keq që pastaj pas luftës jemi takuar shumë herë, ka ardhur shumë herë, kam shkuar edhe unë në Prizren, po nuk kemi mundur të vazhdojmë me biografinë e dëshmorëve, e ka vazhduar vetë sepse unë kisha përgjegjësi ndaj institucionit albanëgjik, institutit albanëgjik dhe nuk mund të vazhdoja me këtë. Me atritë që kishim punuar në vitet 90-ta. Do kujtoj këtu shpresoj që ato vetëm me do një qoftë pra tashmë janë djegur ato familjet të dëshmorëve rreth 170 dëshmorë janë. Më thonë shpesh herë se nuk kemi jo vetëm librat, po edhe fotografitë e bijave të tyre. Dhe ajo vepër është e vërteta ka nevojë për një ribotim. Ande në një vëllim prej 700 faqesh, një format pak më të madh, kam menduar që të gjitha t'i bëjnë një vëllim. Sa të gjejë një donator që është interesuar ta bëjë këtë, unë jam i gatshëm. Nuk më duan më shumë se 3 muaj që ta përgatis një vepër si ajo për ribotim. Faleminderit profesor. Jo vetëm për hir të autorëve, ja blen në mënyrë të veçantë për hir të Bajram Kurtit, bashkautor dhe familjeve të dëshmorëve. Do kujtoj dy të ndjerë këtu sepse kam pas fatin që të jem pas viteve 90-ta diku në Stru, kur është ngritur për herë të parë flamuri shqiptar në shkollë dhe kam pas fatin edhe nderin të jem unë dhe profesor Sami Peja, i ndjerë, sigurisht edhe Bajram Kurti i ndjerë, nga ata sot jam unë vetëm dhe kem pas fatin të jemi në një tubim madhështor ku kanë qenë mbi 10.000 vetë dhe është ngritur për herë të parë flamuri shqiptar, pra unë kam qenë më i riu në atë kohë dhe është kohë nostalgjike, por është kohë edhe për t'i kujtuar dhe për t'u thënë faleminderit edhe atyre që kanë kontribuar mjaft shumë edhe në pajtimin e gjaçeve. Sami Beja ishte një personalitet i jashtëzakonshëm. Një humanist i madh, e kam pasur fëmijë një kohë, ai ka kontribuar shumë në luftën e Kosovës, do të them. Ai shoi shtëpi në shkollë e bëri, do të thënë 2 provime kam dhënë në shtëpinë e tij. Deri pas luftës, por ai ishte një personalitet i rrallë, i kraut Hajrullah Goranit e tjerë, të cilët shumica prej tyre kishin pozita politike ose organizuese e tjera, por Bajram Kurti, Sami Peja, disa asita nuk pranuan pozita politike. Profesor Dedushaj, gjithashtu Isuf Dedushaj, një miku im i jashtëzakonshëm, i cili ndroi jetë para pak javësh. Pas dritë. Ata ishin personalitetet të mëdha të këtij vendi, të cilët shkuan pa pasur pozita politike, por kanë lënë gjurmë të jashtëzakonshme dhe obligime për ne që të shkruajmë e të flasim për ta. Sakt, Sami Peja dhe ishi bërë... Bajram Kurti, vëllimin e fundit të gjaku i lirisë, e dërgoi në shtëpshkronjë dhe tek po kthehej në shtëpi, në katin e 4, ai u nda nga jeta në katin e 2. Do të thënë, mbasi mbaroi një punë, pikërisht që ishte lidhur me gjithë jetën ja kushtoi prej vitit. Vëllimin e parë kemi botuar në vitin 1995, kishte 170 faqe, atje e dërguam në Tiranë dhe rezultati që ka emrin e tij në kopertinë ka shkruar vetëm para tani. Dhe Abdi Gjata, gjithashtu, i cili financoi atë vepër, ai ka shkruar vetëm biografinë e një dëshmori, por e ka financuar votimin me punët e tij se si ka bërë. Por ta dini se shpërndarjen e tyre e bënin falas shtëpi për shtëpi, sidomos Bajram Kurti sidomos. Unë e kam bërë, por jo në atë masë që ka bërë. Për shembull, unë e bëja për Prishtinë, për Gjilan, ndoshta në fushë Kosovë këtu, po Bajram Kurti e bënte në gjithë Kosovën, deri thellë në malsinë e Rrugovës, deri thellë në Mitrovic, deri atje në
në fshatrat e Mitrovicës. Dhe nuk ka mundur ta bëjë, me ka vëraj. Dhe tani kur mendoj se si është punuar, ai pas luftës gjithë kohën, domethënë, ja kushtoi vazhdimit asaj serie dhe për luftëtarët dëshmorët. Por unë them një gjë, jo për ta lavduar veprën time, se duke lavduar këtë veprën unë e lavdoj Bajram Kurtin, jo vetëm. Të dhënat që kemi shënuar në atë vepër, për biografitë të dëshmorëve, janë model se si duhet të hulumtohet biografia një dëshmori. Jo duke i kënduar këngë, e bëri këtë, e bëri atë, por duke i dëgjuar zërin e nënës. Thoshte Bajram Kurti, në qoftë se nuk e ke parë lotin e nënës, se ati dëshmori mos shkruaj biografinë e tij. Dhe Bajram Kurti shkonte në shtëpinë e dëshmorit, rrente 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, takonte familjarët, kushërit, tajt, gjithë ata që kishin njohur, edhe i shënante ato në fletë të vogla, në cedulet të vogla. Pastaj unë e bëja strukturimin, darjen, bashkimin, krijimin e asaj biografie përmes atyre të tëra. Kështu punovi, jo sikur tash. Prandaj këto biografitë e luftëtarëve tanë përfunduan në Hag, sepse kishin shumë të pavërteta. Dhe i vënë qaf njerëzit e komandantët të tyre. Të pas strukturuar, si thoshte Gjermani që pas situra mirë. Absolutisht. Profesor, do të dëshirojnë na flisni pak për lëvizjet ideologjike kombëtare. Çfarë do të na veçojnë nga kjo pjesë e kauzës sonë kombëtare? Ju keni pasur më shumë trajtesa nga tema të tilla. Sinqerisht dua t'u bëj një kompliment, sepse më pëlqen ky lloj klasicizmi juaj që ju bini që është edhe shumë shpat dhe sinqerisht më pëlqen kjo qasje juaja. Çfarë them? Unë nuk jam marrë me ndonjë shkollë mënyrë të veçantë, nuk e kam studiuar në mënyrë të veçantë lëvizjen kombëtare, ideologjinë kombëtare, por ndoshta duke qenë albanolog, duke studiuar albanologjinë, autorët, veprat, studiuesit, më ka rënë që të lexoj thelbin e asaj që është shpirtërore nga brenda. Asaj ajo që është jashtme, ajo që vjen nga jashtë. Pa dashur që shkojnë për tej, për shembull të Skënderbeu, të Teuta, se të periudhën e Ilire ne e kemi të vonë. Tash i flasim në kontekstin shkencor për trashëgiminë e Ilire, por trashëgimia e Ilire te ne nuk është në kuptimin e asaj trashëgimie shpirtërore, për shembull fetare që kanë përcjell popull tjerë etj, por është trashëgimi shkencore dhe trashëgimi etnogjografike, etnokulturore dhe etnopsikologjike. Një trashëgimi të cilin ne përpara të mirë e parti mandej edhe prej shkollës indoeuropiane, edhe prej asaj lëvizje indoeuropiane shekullit 18-19 në Evropë. Unë mund të them që ideologjia kombëtare është ideologjia e rilindjes kombëtare. Pse është kjo kështu? Sepse, një sekond po mund të jap një kohë. Sepse rilindja kombëtare është krijuar mbi 3 shtylla të mëdha. Të 3 shtyllat janë euro perëndimor. Dhe 3 shtylla. Shtylla e parë është Skënderbeu si monument, si personazh, si personifikim. E dyta është gjuha. Por gjuha me shkronja latina. Sepse gjuha shkruaj edhe më herët, shkruaj edhe me shkronja greke, deri në vitin 1771. Shiko kur është ndalu, vetëm një digresion, kur është ndalu gjuha shqipe prej atij Sultan Hamidit po, 1779. Deri në vitin për 20 vjet ne kishim 20 përkthime të Biblës. Shqip me shkronja greke. Do të thuaj se nuk kemi asgjë për to. 20 përkthime kemi, domethënë janë të regjistruar. Sot po thuaj se s'kemi asgjë. Dhe e treta është gjeografia kombëtare. Gjuha, Skënderbeu dhe gjeografia kombëtare.
Çka mund të kërkojmë më shumë? Ne, që të tashi nga aspekti antropologjik, shtohet edhe elementi këta. Është moda. S'kemi asa nga ky aspekt, ne s'kemi asgjë të keqe, sepse ne kemi marrë traditën ortodokse, katolike para së gjithash dhe orientale. Ne s'kemi marrë islam politik. Kemi në themelës islami politik. Ne kemi në themel islami besimin, kulturën islam. Atë traditë pasur, jashtëzakonisht të pasur që ka Orienti. Nuk është rasti që për shembull Panoli neve na ofron Omer Khajamin atë. Nuk ishte Panoli ndonjë si themi ndonjë politikan kuptimin që ishte prifta, dhe ta na afronte në njërin anë Khajamin, në anën tjetër Shakespeare-in e në një anë të tretë Cervantesin. Këtu është filozofia e kësaj ideologji. Andaj rilindja kombëtare është baza e ideologjisë kombëtare. Aty gjithmonë do kthehet. E dyta, vitet 30-ta ne kemi një mendim, një zhvillim kritik. E bëjmë Shqipërinë, ta bëjmë shqiptar. Është gjithashtu një rrafshti jashtëzakonshëm ku mund të mbështetet. Nuk ka munguar arritjet, kulmet, rezultatet, vlera, edhe pas luftës së dytë botërore. Por për fat keq kanë një shtresë shumë të fortë të ideologjisë marksiste. S'është ajo ideologji marksiste, është ideologji staliniste dhe ideologji jugoslave. Kjo na pengon. Marksizmi, Marksi nuk është pengesë për ne. Marksi sot është në krye të listave të personalitetet më të lezuara në Angli. Anglezët janë qytetarë aristokrat. Neve s'na pengon as Marksi as Engels. Nikos na ka penguar as Lenini, sepse vetëm Lenini parashitet të drejtën e popujve për vetëvendosje. Nuk është e rastit që lëvizja jonë ilegale mbështeti edhe të Leninin, sepse Lenini na e lejon teorikisht të drejtën për vetëvendosje. Problemi ynë i madh është stalinizmi. Stalinizmi i mbjellur në Shqipëri, për fat keq, dhe jugoslavizmi, një shkrimtar, sa intelektual ju keni pas të zënë nga Turqia se në rrët. Jo, është ajo fryma. Profesor, faleminderit përgjigje. Nëse mund të shtronim një pyetje apo tërthorazi dhe jeni përgjigjur, çfarë mund ta thuash për lundrimet tuaja në detin e madh letërsisë dhe gjuhësisë? Ndërsa do të vazhdoja nëse ju do të dëshirojat apo do të shtroja edhe pyetjen tjetër. Puna juaj shkencore dhe akademike ka bërë që ju të jeni i gjithanshëm në gjuhë dhe letërsi, cilat universitete kanë patur fatin t'ju kenë ligjërues para studentëve të tyre. T'ju them tash sinqerisht. Puna ime është orientuar në kërkimet shkencore dhe në konferenca shkencore. Unë megjithëse kam qenë e para kam qenë 10 vjet në Institut Albanologjik dhe domethënë komunikimi ka qenë kryesisht me institucione shkencore, me institute shkencore, jo me universitetet, deri te akademitë. Edhe e dyta për shkak se edhe kur kam kaluar në universitet, unë kam vazhduar përmes shkencës që të komunikoj me konferenca, me institute shkencore, jo me universitetet, në kuptimin e një ligjëruesi. Kam ligjëruar në universitetet të Shqipërisë, po kam bajt jo ligjërata të kuptimin didaktik, po kam bajt ligjërata të karakteri shkencor. Në pothuajse gjitha universitetet e Shqipërisë, në gjitha universitetet në Polonik kam qenë jo vetëm në Turon 2 herë, kam udhëheq një grup të studentëve të doktorat të magjistraturës në Universitetin e Varshavës. Kemi pas një temë shumë interesante, ka qenë përfytyrimi i pavarësisë së Kosovës në sytë të rinjve dhe ka pas shumë reagime nga Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë, po e kemi tejkaluar për 6 muaj, janë magjistruar 6 studentë nga 8 sa ishin me temën e Kosovës. Pastaj në Hungari, në Budapest, e kështu me radhë, në Bullgari, në Sofje, përmes kështu Skype-it edhe me universitete tjera, po flas vetëm për ato që kam qenë. Për shembull në Bullgari kam qenë përmes Skype-it në doktorata, mbrojtje doktoratave. Kjo kështu ka, kjo ndërlidhje. Por ligjërata të karakterit didaktik nuk kam qenë i orientuar. As brenda universitetit, përveç atyre
punëve të mia që kam. Unë e kisha edhe pyetjen për gjeografinë e konferencave tuaja, pra mirë po ju pjesërisht u përgjigjet dhe doja kaloja pyetjet zonjës Prandësejdia për të vazhduar më tej. Nuk e përmenda në Shën Petersburgu, për shembull. Atje kishëm një konferencë, 2 herë nuk kam mundur të shkoj në Rusi, por kumtesat më janë botuar. Dhe bile, ajo që është karakteristike e kësaj pune është se profesor Usakovi, një personalitet jashtëzakonshëm në kryetarin e Akademisë së Rusisë. Jeton për shkak të kulturës në Tiranë, ai ka botuar konferencën Si duket kemi një pengesë për shkak të linjave të internetit, pra ngadalësimi i internetit, por shpresojmë që na vijnë linja dhe të vazhdojmë edhe ne më tej. Mos të nderuar, kemi një pengesë me signalin që na vjen nga Shqipëria, sepse atje interneti si duket ka rënë dhe po shpresojmë që së shpejtit na vijë edhe kjo linjë nga andej për të vazhduar me të ftuarin tonë dhe një ato pak pyetje që na kanë ngelur. Ne shpresojmë se shumë shpejt do na kthehen të ftuarit tonë dhe do të vazhdojmë me emisionin tonë pra. Duket linja ende akoma s'ka ardhur dhe ne po presim për pak qaste, pra derisa të na vijë linja nga Shqipëria, neve po hapim një këngë për ta thyer pak pauzë të padëshiruar për ne. Dhe ju së ndashëm, duhet ju kujtojmë se jeni në valët e Radio Sibilave me të ftuarin në emisionin tonë profesor doktor Bekzat Baliu. Besojmë që deri tani të keni, nga ato që keni dëgjuar juve, të jeni ndarë shumë të kënaqur. Na kanë mbetur edhe pak minuta deri në fund të emisionit, mirë po kemi një pengesë këtu dhe sigurisht se derisa të na rregullohet pengesa, neve do të krijojmë pak arsim edhe për ju në këtë pauzë të padëshiruar.
Ka pengesa, po? Vetëm pak, zënë Prenda, sepse nuk di, pati shkëputje këtej dhe nuk di çfarë ndodhi. Pra, ishte një shkëputje dhe ne u dash të ndërhyjm të bëjmë pak muzikë në këtë aspekt për të sjellë. Tani, a jemi gati? Mund të themi se po. Kërkoj falje dëgjuesve të nderuar dhe sigurisht se duhet të vazhdojmë me pyetjen se ne. Vazhdoj? Po. Edhe një herë pyetjen, apo? Jo, nuk ka, e kam parasysh. Shikoni, teknologjia ka bërë revolucion shumë fusha, shumë dije, po bën edhe në raport me botën. Ja po isha, tek po bisedojmë me ju, në anën tjetër po ishan dhe si kolegë tanë votohen dhe njoftohen se janë votuar në Indi, në Kore, në Japoni, në Itali, gjithka, sepse e ka mundësuar dhe po e mundëson teknologjia. Ma nuk janë shkrimtar të varur prej organizatave të caktuara, prej politikave të caktuara, prej kulturave të caktuara. Shkrimtari është zoti vetvetes dhe i vlerave që krijon. Por, ka dhe një element dimës që po lexoj kohëve të fundit. Dhe më duket me shumë interes një fjalë që një mendim të Chomsky sot që lexova. Se cilën po ja lexoj këtu. Thot inteligjenca artificiale, një prej shpikjeve më të vona, është një software për plagiatur, vjedhje intelektuale. Jo vetëm që po gënjen të shumë. Zë s'kishte fare tur. Shikoni një paraqitje Chomsky, një prej intelektualëve më të mëdhenj të globit. Friksohem shumë se shkalla më e lartë e teknologjisë sot ka filluar të krijojë pa saktësi, frikë, gënjeshtra, të cilat nuk janë të dëmshme vetëm për fëmijët tanë, sepse ka paraqitje me ato TikTok-at, po janë dhe të jenë shumë të dëmshme, e shumë të rrezikshme, edhe për mendimin shkencor, e sidomos për mendimin shpirtëror. E krijimtaria letrare është një të veçantë në mendim shpirtëror, të cilin ne duhet ta ruajmë prej çfarë do lloj të teknologjie dhe prej çfarë do mendimi të ri që krijohet jashtë trurit të njerëzit. Kjo do thotë që letërsia është mbi fallit. Kjo do thotë që letërsia, krejt krijimtaria shpirtërore është e rrezikuar. Është e rrezikuar prej të pavërtetave që krijon inteligjenca artificiale. Unë kam pyetur inteligjencën artificiale për disa çështje, cilat i kam ditur, sepse i kam lexuar, i kam studiuar, i kam njohur. Ose kam lexuar një studim të një autorit caktuar dhe i kam thënë në fund çfarë thua për këtë, cili është mendimi i çapeit për këtë tekst, ose cili është mendimi për autor caktuar, i Kati Qiqit për këtë, ose cili është mendimi juaj për idenë e Umberto Ecos, çuditmi që s'është gjallë. Po t'ishte Umberto Eco gjallë, inteligjencën artificiale ndryshe prej Chomskit do ta kishte bërë orë që ta thonë. Sepse ai edhe ashtu këto format internetike shpesh çonte veturina të mëdha, në të cilat vështirë se mund ta gjesh ndonjëherë diamant. Edhe nëse është. Edhe shpresoj që do t'i shërbej kushdo që e dëgjon. Faleminderit.
Unë kam edhe një pyetje tjetër. Me qenë se the me përpara që dikun je pjesë e kurrikulës mësimore nga klasa 9 deri në 12, mos shoh se gabuar. Pra pyetja është, kurrikula arsimore në arsimin bazë dhe të mesëm, a duhen ndryshime? Pra, kjo kurrikul a plotëson kriteret e një niveli të lartë formimi? Shikoni, nuk është problem kurrikula. Flas për ase gjithashtu për Kosovën, po pse jo dhe për Shqipërinë e Maqedoninë. Do të kujtoj një gjë, për cilën zim për ase gjithashtu. Si më gjera i din. Ka një informacion dhe jetën që ka bërë. Ne kemi jetuar me një shtet që kishte 22 milion banor, dhe ne ishim 2 milion tim. Jugoslavia ishte në rangun e shteteve më të avancuara në fushë të arsimit. Ishte domethënë 7, 8, 10. Ne ishim bashkë me te, në Atrant. Ishim jo më larg se 10. Sot jemi 7, 10, 10. Çfarë ka ndodhur të ne? Janë pajtori i parë është trashëgimia që kemi në vitet 90. Dhe pajtori i dytë është qëndrimi i unikut që ka mbajtur ndaj arsimit. Dhe asaj qeverie përkohshme në viteve 2000. Dhe ka shtuqytërës reformë që uniku e bëri në universitet, ku Universiteti i Prishtinës nga një institucion arsimor, pedagogjik e shkencor, u kthy thjesht në një shkollë të lartë pedagogjike, në një shkollë mësimdhënie. E dyta, pas luftës u krijua një standard, një mungesë standarde, një hierarki shkollë shkencë. Më i rëndësishëm ai që merrej me arsim, sa ai që merrej me shkencë. Dhe ose s'kishte fare, kishte vetëm votë. Dhe e treta, Universiteti i Prishtinës prej shumë vitesh, rreth 15 vjet, ka qenë laborator i grupeve të interesit dhe i personave të caktuara vendore dhe ndërkombëtare. Po bëhet kështu, po bëhet ashtu. Unë t'ju jap vetëm një shembull. Ka qenë një farë formë e mësimdhënies me grupe. Hap pas hapi. Dhe u tha që kjo është shkollë tipike amerikane. Në vitin 2013, unë kam qenë në Amerikë. Ishte vetëm një shkollë ku përdorej ajo shik dhe ajo metodë. Bile në atë shkollë nuk në lanë që të hyni. Se thanë duhet treta prindërve tjera shumë gjëra, nuk arritëm, po do më thënë, vetëm një shkollë kishte që praktikonte. Nërsa në Kosovë është mbrojt 5 doktorate me metodën hapas hap, të cilën e solli një Amerikan, kush ishte se s'ka rëndësi. Këtu shfiles dhe. Po metoda hapas hap. Nuk është problemi, nuk është problemi i kurrikula. Kurrikulat janë rregull, unë kam qenë pjesë e kurrikulës. Ka gjëra që mund të bëhen brejtje. Problemi është i zbatimit të tyre. Problemi është i mësuesit shkollë. Shkollat i kemi të mira tani të rregulluara, të ndërtuara, të pajisura me shumë gjëra. Nuk mund të çosh në një shkollë që ka sot 15 nxënës, të çosh tabela elektronike. Ne kemi çka do që ka shkolla. Çka do që ka shkolla gjermane, amerikane, angleze, në fakultetin e edukimit e kemi edhe ne. Çka do që ka në ata kanë kemi. Kemi po çka ka Slovenia, Kroacia, Holanda, kemi të gjitha. Problemi është si t'i zbatojmë. Ne kemi heqë dorë, ato që thamë fillim polici, kemi heqë dorë prej lëkurës shkollore, me logjikën se mos e ngarkojmë nxënësit. Tashmë ne kemi ngarkuar me dikur e ngarkonim nxënësit me ideologji, tash e ngarkojmë me besim. Unë kam qenë 16 vite në fushës arsimit. Të rregulloj bazat. Jo se ligje kemi thënë, po nuk zbatojmë asgjë. Që arsimi të shkojnë në nivelin e turp. Tash të turpshme që ne jemi 35 vite më vonë, kemi dalë nga realizmi socialist për një sistem totalitar dhe sot jemi kaq mbrapa pa çka se ne na duket vetë të dim. Shumë kemi arritur, shohim botën në duart tona, por kur e vëm telefonat e kemi asgjë. Shiko,
Është një pyetje që s'kisha dashur të përgjigjem dhe që ndoshta s'mund të përgjigjem. E para për shkak se akademitë nuk kanë struktura, përthama, shkencore në fushë të klasimit, dhe e dyta se nuk është në fare të arsyeshme të merren me këtë punë. Dhe e treta se Ministri i Arsimit thotë se kjo punë është punë ime. Dhe kështu, këtu qëndron ajo drejt filozofia se punë. Faleminderit profesor, dua ta rrafi edhe pak të çështje me një problematikë që na preokupon neve më shumë në Kosovë të çështja e arsimit. Rezultatet e arsimit në Kosovë dhe vlerësimi i PISA-s për sistemin arsimor në Kosovë, cilat janë faktorët që ndikojnë në rezultatet të dobta dhe a ka përpjekje? Universitetet filluan pak disa dallime ka viti 2013, kështu domethënë herët janë vënë pretendime për ta shkatruar dhe kjo kështu ka ndodhur me arsimin me edhe ky bumerang ka me zgjat friksohem gjatë. E kanë vrënë në reqen në fushë të arsimit, eksistas, ka pas disa përpjekje për ta tejkaluar, po tani nuk tejkalon këto duke rrit rrogat. Ky është problemi. Tashi nuk mjafton të rritet rrogat, tash do të rritet vullneti për punë. Vullneti për mësimdhënë, përgjegjësia për mësimdhënë. Po aty dhe tash i konti rroga se ai që ka qenë i përgatitur i dashuruar në mësimdhënie, në punë, në mësimdhënie sa ai është larguar, nuk ka prit. Tash ka mbet ai që nuk është as për mësim, as për punë, as për rrogë. Faleminderit profesor. Shpesh u tham disa kolegëve të mi, disa prej nesh na ka zonë nata në fakultet dhe s'po di me dalë, se me më bë dritë ndonjëherë na s'kemi me u kthy kur në këtë fakultet. Ky është problemi, domethënë njerëzit kanë vetë aty, por kanë vetë sepse prej hallit se mos kanë ku shkojnë. Jo për i dëshirës. Ata që kanë pasur mundësi dhe kanë ditur, ata janë larguar, kanë marrë punë tjera, kanë dije tjera, kanë përgatitje tjera, kanë vlera tjera dhe i bëjnë një tjetër jetë, jo jetën e mësimdhënës. Faleminderit profesor, unë kam edhe një pyetje, ndoshta mund të jetë e fundit që për të lënë hapësirë edhe zonës brenda përsëri nëse ka ndonjë pyetje. Profesor, ju keni bërë disa studime për letërsinë arbëreshe. Cila është qasja sotme për letërsinë që krijohet mërgat apo diasporë, si quhet, dhe ka tendenca që edhe kjo letërsi të mblidhet e të studiohet kur dihet volumi i madh i saj në Europë, Amerikë, kudo në botë, që krijohet nga krijuesit shqiptar, pra duke qenë edhe vetë pjesa e saj me një bagazh marramendës të botimeve, pra. Mërëm biseduani me një mjek nga Batra në Amerikë, kemi biseduar si me juve gjatë, por kemi biseduar përmes telefonit dhe diskutuam pikërisht këtë pjesë. E para të them që letërsia arbëreshe, për shembull, ne nuk dim pothuajse kur gjë për letërsinë e arbanitasve në Greqi. Nuk është patrashikimi. E dyta, ne kemi letërsinë arbëreshe të cilën pjesërisht e njohim. Kryesisht atë që u zbuluan në fund të shekullit XIX, sepse kemi mbrapa atje biblioteke nga Angala në Holland, në Danimark, në të cilën besohet se janë edhe 4 vëllime të tjera të Serapines e Jeronimderatës. Dhe si kemi. Ne kemi atje ndoshta krejt një botë tjetër të letërsisë arbëreshe të rilindjes kombëtare. Ne kemi një libër të Zef Serembës me 27 poezi që i ka votuar i nipi i tij. Por ne nuk e dim që për shembull në Brazil mbreti brazilian e ka prit në mbretërinë e tij, në shtëpinë e tij, Azrenin dhe ndoshta ajo pjesë e poezisë pa njohur të tij është pikërisht e mbreti brazilian. Kush ka shkuar ta ulën për? Ne themi jo e ka djeg të varrit të dashurës janë dhe këndej. Dhe sa i përket letërsisë sotme, ne kemi një trashëgimi të jashtëzakonshme që është në Amerikë dhe një trashëgimi të jashtëzakonshme që po krijohet në Evropë. Mes tyre jeni edhe ju që po krijoni. Dhe që jeni mund t'i bëhet objekt studimi. Për këtë unë them që para se gjithashtu do të krijohen instituti studimeve pranë pranë universiteteve atje në Amerikë dhe në Evropë. Ky është kushti. Ju keni universitetin e Zvicër, universitetin popullor. Për nevojë e të fëmijëve të artistëve të tjerë, ai do të ngritet, do të krijohen kurrikula, do të ofrohen profesorë, do të sitje. Ne kemi qendrën e studimeve albangjike në München, po mbyll. Do të çojmë studentët fëmijë tan
atje studiojnë të tjerët, pensën as albanëzhin. Nuk na erujnë kulturën të tjerët. Ne jemi atje ku jemi. Po bëjmë albanëzhin Kosovë dhe po bëjmë albanëzhin Kinë. Po ato në shtetet të mëdha, në rrugë Rusti, në shtetet të mëdha. Ne do ta bëjmë promesën shqiptare, Itali, për kulturën e re e tjera. Faleminderit profesor, zonja Pranda, fjala për ju, nëse keni edhe ju ndonjë pyetje apo po i afrohemi fundit të emisionit. Zoti profesor, çfarë ka ngelur pa thënë apo keni dëshirë shtoni edhe diçka? Unë do të them që specializimi fushës, siç e thash në fillim, është onomastike. Po unë besoj që për këtë temë, për cilin unë kam një korpus prej 15 vëllimesh në proces pune, për mikrotoponimin e Kosovës, besoj që është një projekt tjetër gjithashtu që kam për EPOS-in, për cilin kemi marrë çmimin Europa Nostra, edhe vetëm si do shkrim, se është projekt prej 15 vëllimesh. Kemi një projekt për fjalorin historik të Shqipës, 5 vëllime, 5.000 faqe në përshkrim punë, proces pune, ajo që ju thash në fillim rreth. Derisa tu dalim edhe dëgjuesve tanë, të cilët do i lexojmë komentet dhe klikimet e tyre për të vazhduar pastaj drejt përfundimit të emisionit tonë. Zonja Pranda, për ju. Ne falenderojmë ka fund profesorin që ishte sot me ne. Ju urojmë shëndet e suksese në bashkinë familje, sa më shumë të bukura dhe vjen mirë për gjithë mesazhet që kërconi sonte në valët e Radio Civilas të Veriut, për të gjithë dëgjuesit, e sidomos për krijuesit. Kanë qenë mesazhe ndërshëndse të cilat ne duhet të vrasim shumë në avjes. Faleminderit të gjithë dëgjuesve që Faleminderit profesor edhe një herë, faleminderit në përgjigjen tuaj pozitive, faleminderit gjitha përgjigjet që na i keni dhënë, na keni nderuar sinqerisht dhe jeni mirëseardhur në çdo kohë dhe kur dëshironi. Ju falenderojmë shumë dhe shnete të mira në familjen tuaj. Faleminderit edhe unë isha shumë i nderuar dhe uroj që të takohemi sa më parë. Gjithsesi në Prishtinë, gjithsesi. Sepse duhet të asjellim revistat, librat të cilat së shpejti do të dalim. Ne i kemi pas bërë gati një 45 libra për të asjell për ndodhja si soj situata ne ikëm herët në shtatorën e vitit kaluar dhe si vjet ato do t'i keni për ata. Faleminderit shumë, shnet mira, sukses. Edhe unë kisha disa punë në Shkodër, por nuk arrita të shkoj në një provurim, as të profesor Jupit, as të profesor Mentor Shukut, por me 12 prill do të jemi në konferencën e Anamalit, me një kumtesë dhe me 24 maj gjithashtu në konferencën e Ulqinit, domethënë do të kaloj andej në konferencën për Me shumë kënaqësi ju atje i keni të rezervuar librat në pako dhe ato ju presin juve, pra. Faleminderit, shëndet edhe për zonin Myrvete dhe fëmijët tuaj. Shëndet, suksese, faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë, gjithë mira për ju e familjen tuaj të nderueshme. Respekt për ju dhe emisionin. Faleminderit pojete. Alma Gjeleshkuta, uritën e suksesit për emisionin. Respekt stakit, të nderuar e palodhur, faleminderit pojete, shëndet e mbarësiu. Shpresa Donati, mbrëmje të bukur, emision të mbar, respekt për ju, respekt pojete. Naser Zani, përshëndetje për panelistët dhe mysafirit, respekt e milionje për ju gjithashtu. Boris Edia Shkoza, mirëmbrëma Radio Civila të Veriut, mirëmbrëma Zuma Gera, mirëmbrëma Prenda Siedia. Mirëmbrëma për ju, se Bora. Mirëmbrëma për të ftuarin, urtle për emisionin, një mbrëmje të këndshme për ju dhe dëgjuesit, respekt e milionje, gjithë shka të bukur për ju, faleminderit që vërtet jeni të mrekullueshëm e gjithmonë pranë nesh. Gjithashtu, Miranda Derti me Fat Bajramin, faleminderit Nike Pojete, Boris Edia Shkozas, suksese për emisionin, faleminderit shëndet ju. Faleminderit Pojete, Shpresa Fundo Gjergje, urime Civilat e Veriut, urime të përzemërta për Beksat për Kaliu, faleminderit proferit që gjithmonë jeni me ne. Sanie Dëgjoni Ndreka gëzuar Nike, faleminderit edhe ju, për shumë mot me zemër, thot Sanie Nanaj, shëndet e mbarësi edhe për ju. Alma Angjela Shkoza, gëzuar urim. Për stakin tuaj respekt, urojmë.
Urin Mezini, urime suksese, faleminderit. Hemra Kima, gëzuar, faleminderit. Fatina Limani, urimesh, gëzuar, përshëndet, faleminderit, të gjithë të mirat edhe për ju. Po lexoj edhe emrat e miqve që kanë përfshirë emisionin: Fatmira Limani, Ermo Kima, Besa Besa, Urin Mezini, Ilja Kurki, Lara Shehu, Mariana Sulejmani, Hatip Kulaj, Myrafete Mane, Abdullarifaj, në Cale, Natasha Shameti, Prek Shkolda, Almajele Shkolda, Refije Spyka, Sejde Ahmeti, Sabajet Elezi, Shpeta Donati, Bianca Tushaj, Almari Krasici Qoshaj, Samia Nanaj, Samia dhe Gjorin Dreka, Luljeta Bushi, Tori Shkolda, Simegera, Shpresa Fundo Gjergji, Servete Elezi, Alimo Vria, Miradije Zuberi, Diana Ceno, Gusi Gusi, Mjal Bashehu, Anami Siri, Miranda Prociderti dhe Gjëmbuja. Miqtë të nderuar, faleminderit të gjithëve për pranimin tuaj në valët e radios Sibilave të Veriut, faleminderit për komentet, për mesazhet. Edhe një herë përshëndesim shumë të ftuarin, ju urojmë suksese, një javë të këndshme të mbarë për të gjithë ju. Zoti Gzim, shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve, shpresoj që dëgjuesit tonë të kenë mirë kuptim në dështimet nga njëra dhe ato teknike, sepse vetë duhet bërë teknikën dhe vetë duhet udhëheqim bashkërisht emisionin zëna brenda dhe sigurisht kjo krijon edhe problemet e veta dhe edhe teknika me të cilën punojmë për momentin. Jemi në fazën fillestare akoma dhe do të pranuar fakti. Ka qenë edhe interneti që cilën ne nuk e kemi në dorë në fakt. Po, e kuptoj, edhe atë e patëm një halt, pra ishte dopsua, po kishte rënë linja dhe... Një përshëndetje edhe për Brena Brendin, që s'ka po erdhi, do të më fali në vonesë, por nuk është vonë kurrë, është një mike mrekullueshme, një poete, faleminderit që jemi ne. Pra gjithë të mirat për ju. Miq të nderuar, një mbrëmje të bukur, përshëndetje edhe nga ne, nga unë Gazim Ajgera dhe zonja Prenda Sejdia, duke ju uruar gjithë mirat të mbrëmje të bukur, paqe të mira, shëndet. Kalofshi mbrëmje të bukur.